Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera, sot do të ndiqni. Rritja e çmimit të naftës po shkakton efekt zinxhir në çmimet e produkteve bujqësore në Gjirokastër, duke rënduar drejt për drejt buxhetin e familjeve. Tregtarët në tregun e qytetit thonë se perimet e importuara janë rritur ndjeshëm në çmim pasi kostoja e transportit është dyfishuar gjatë javëve të fundit, ndërkohë qytetarët shprehen të shqetësuar duke thënë se çmimet janë bërë të papërballueshme dhe se tashmë janë të detyruar të zgjedhin alternativa më të lira ose të ulin sasinë e blerjeve editore. 8 prilli njihet si dita ndërkombëtare e romëve. Një pjesë e mirë e këtij komuniteti jeton në lagjen Zinxhira Gjirokastër. Vitet e fundit për integrimin e këtij komuniteti po zbatohen disa projekte nga bashkia, por edhe mundësi për të zhvilluar artizanatin e tyre. Pranvera ka rikthyer shpendet shtektar në luginën e Drinos në Gjirokastër, mes tyre edhe disa lloje të ralla dhe në rrezik zhdukeje si lejleku dhe kaliqyqes. Ambientalistët apelojnë për mbrojtjen e tyre, ndërsa zona po kthehet në një atraksion për dashamirësit e natyrës dhe turistët. Duke pasur si mision kryesor mësimin e gjuhës, njohurive shkencore dhe kulturës, Departamenti i Gjuhës dhe Qytetërimit Grek në Universitetin e Gjirokastrës bën përpjekje të vazhdueshme për të ruajtur dhe promovuar trashëgiminë, kujtesën dhe traditën e vendit tonë. Në këtë kuadër organizoi aktivitetin kushtuar këngëve të mërgimit në zonën e Dropullit. E ju njohim tani më gjerësisht. Rritja e çmimit të naftës po shkakton efekt zinxhir në çmimet e produkteve bujqësore në Gjirokastër, duke rënduar drejt për drejt në buxhetin e familjeve. Tregtarët në tregun e qytetit thonë se perimet e importuara janë rritur ndjeshëm në çmim pasi kostoja e transportit është dyfishuar gjatë javëve të fundit. Ndërkohë qytetarët shprehen të shqetësuar duke thënë se çmimet janë bërë të papërballueshme dhe se tashmë janë të detyruar të zgjedhin alternativa më të lira ose të ulin sasinë e blerjeve ditore. Në tregun e fruta perimeve në Gjirokastër, gjatë këtyre ditëve është vërejtur një rritje e ndjeshme e çmimeve të produkteve ushqimore. Qytetarët shprehen se këto janë bërë të papërballueshme për ta, duke rritur shpenzimet dhe duke i detyruar të ulin konsumin. Bleva vez me 400, më shtrenjtë nga Greqia, edhe ullinj, edhe portokale, unë i marr me 50 cent, kurse këtu janë më të shtrenjta, me rrogën që marrin këtu, jeta është më e shtrenjtë. O domatet, specat? Shumë të shtrenjta, 3 gjysëm, kastraveca, 4 kastraveca, 2 euro, të mëdha. Ose dhe andaj të shtrenjta janë, me rrogën që marrin këta këtu, është jeta më e shtrenjtë. Nuk e di si dalin pensionistat gjina. Nga ana tjetër, tregtarët shprehen se rritja e çmimit nuk varet nga ta, por lidhet me furnizimin dhe kostot e transportit, të cilat janë në rritje. Ata theksojnë se edhe për ta situata është bërë e vështirë pasi rënja e fuqisë blerëse po ndikon drejt për së drejti në shitje. Domati është ngritur shumë, sallatori pak, kurse të tjera një çmim si që kanë qenë janë. Domatja ka qenë deri në 2.000, 2.500, tani ka vajtur 3.500 dhe 4.000 domatja më e mirë. Ulja njësoj ka qenë si për para dhe tani nuk ka ndonjë kushedi. Dhe tani që shko festa, sa festa që janë bërë nuk ka ndonjë blerje të, si të thuash, të kënaqesh. Gjëra të vogla. Produktet bio i preferojnë më mirë që këto të fshatit. Dhe ato që vinë nga Fierina, Lushnja, të shtrinta janë. Në çmenduri është domatja. Domatja është 3.000 lekë, 3 e pak. Ne preferojmë, po s'ka fuqi blerëse, shqip. Nuk ka fuqi blerëse. Se nuk janë oca çmime. Këto kanë qenë vjet, par vjet, të paktën çka mund që shes, këto kanë qenë. Vendasit marrin 2 tufa sot, ti kemi deri për të dielën. Në këto kushte, tregu mbetet i mbushur me produkte, por gjithmonë e me më pak blerës. Urën e re të Virojit në Gjirokastër e hapur pak ditë më parë për qarkullimin e automjeteve pas përfundimit të punimeve, autoriteti rrugor shqiptar e ka cilësuar si një ndër investimet më të rëndësishme në rajon. Kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga ura e përfunduar, duke e quajtur një vepër strategjike në aksin kombëtar Gjirokastër Kakavi, i cili lidh Shqipërinë me Greqinë. Ura e re ndërtuar në segmentin Sh4 është 33 metra e gjatë dhe
7 metra e gjerë me 2 korsi lëvizje dhe trotuar në të dy anët. Ajo është projektuar për të përballuar edhe kushtet e vështira klimatike, duke rritur sigurinë dhe duke lehtësuar ndjeshëm qarkullimin në zonë. ARSH thotë se projekti nuk përfundon këtu, ura e vjetër do të rikonstruktohet dhe do të shërbejë për qarkullim lokal drejt lagjes së Virojit, duke përmirësuar lidhjen për banorët. Ky investim është pjesë e programit kombëtar për ndërtimin dhe rehabilitimin e 30 urave në të gjithë vendin, mbështetur nga Banka Botërore dhe financuar nga qeveria shqiptare. Ura e re konsiderohet një pikë kyçe për lëvizjen rajonale dhe ndërkufitare, duke sjellë përfitime të menjëhershme për trafik më të sigurt dhe më të shpejt drejt jugut të vendit. 8 prilli njihet si dita ndërkombëtare e romëve. Një pjesë e mirë e këtij komuniteti jeton në lagjen Zinxhira Gjirokastër. Vitet e fundit për integrimin e këtij komuniteti po zbatohen disa projekte nga bashkia, por edhe mundësi për të zhvilluar artizanatin e tyre. Sot në mbar botën, romët festojnë ditën ndërkombëtare që shënohet që prej vitit 1971. Një aktivitet në këtë kuadër u organizua edhe në lagjen Zinxhira, ku është vendosur komuniteti rom në Gjirokastër. Protagonisti ishin fëmijët e kopshtit dhe shkollës, ku mësojnë e edukohen edhe fëmijët të këtij komuniteti, të cilët sollën muzikën e kërcime tradicionale. Ndërsa në një kënd të veçantë ishin ekspozuar veshje tradicionale dhe shportat e kashtës të punuar me dorë, produkt tipik i romëve. Këta shportat i bëjmë ne me thuprat. E kemi demba badem na plejt, na gjyshi, zanat. Edhe me këtë miremi edhe sot. Bëjmë pastrim, ricungim shelgun, dalim fidane të reja, edhe i presim në korik në gusht, kur piqet shelgu. Kryetari i këtij komuniteti, Vasilla Qajdini, shprehet edhe mbi problematikat me të cilat përballen. Që të bëjmë një jetesë të jetojnë dhe të ushqejmë dhe fëmijët, ne duam një treg të mirë. Tregun neve nuk kemi. Dili që në kalën dhe 7 muaj njerë pa treg. Në kanë blokuar dhe disa herë me ato qavoret po keni para atje, por tregu s'është i mbuluar. Do hënë në lagën në robat i hedhin poshtë. Në behar, digjen robat i hedhin poshtë. E s'punojmë dot. Edhe ikin emigrant jashtë shumica pastaj. Vim prap në dimër, ikin prap, se s'kan dokumenta. S'kan dokumenta, rinë 3 muaj andeja, vim prap, ca rinë andeja nuk vinë, se s'kemi tregun që të shesin. Rrugët duhet të bëhen. Pse mos bëhen rrugët? Rrugët janë bërë për imbret. Kanë vënë vetëm një pjesë këtu të betonit, kanë bërë në përlagje, në për ato s'kanë bërë gjë. Të kalojmë në krahun tjetër, andej gropa, qajmë gomat. Rruga duhet të bëhet. Dita ndërkombëtare e romëve është një ditë për të sjellë në vëmendje historinë, kulturën dhe traditën e këtij komuniteti. Në Gjirokastër, vitet e fundit po vëret një përmirësim i ndjeshëm në integrimin e fëmijëve rom. Gjithnjë më shumë fëmijë nga komuniteti rom po frekuentojnë kopshtet dhe shkollat e qytetit, duke u larguar gradualisht nga rruga dhe nga situatat e rrezikut social. Përfshirja në arsim po ndihmon në zhvillimin e tyre, ndërsa prindrit marrin më shumë mbështetje nga strukturat sociale. Projektet sociale të zbatuara nga qeveria shqiptare kanë ndikuar në rritjen e frekuentimit të institucioneve shkollore nga fëmijët rom. Përveç se mësojnë dhe edukohen, ata kanë edhe ëndra për të ardhmen. Ti je në kopsht apo në shkollë? Në shkollë. Në çfarë klase? Në të tretë. Pa na trego pak, mëson, të pëlqen të mësosh? Më pëlqen. Të mësoj. Të shkollë e bukur. Edhe më pëlqen që të mësoj dhe mos të bëj gabime, të bëjmë edhe policë edhe të bëjmë makinat në rregull, edhe mos i lëj që të bëjnë aksident. Çfarë jeni duke bërë këtu me edukatoren? Për fustan rome. Pavarësisht nga ngjyra, neve jemi të gjithë të barabartë. Ndihmojmë njëri tjetrin me detyrat e shtëpisë, luajmë, kënaqemi. Organizata Save the Children është në mbështetje të këtij komuniteti që nga 2006 përmes një projekti që fokusohet te integrimi i fëmijëve rom. Refik Çela, drejtori i implementimit të projekteve, thotë se ka ende punë për të bërë në këtë drejtim. Komunitet ka më shumë nevojë, jo thjesht për një projekt, domethënë
është një komunitet që kërkon një përqasje ndërsektoriale, kërkon më shumë politika zbatuese nga ana e qeverisë, sepse projektet krijon modele shumë të mira. Ky është komunitet krahasuar më shumë komitetet e tjera në nivel kombëtar që ka patur më shumë rritje sepse ka patur më shumë projekte. Është një komunitet më i përqendruar siç është Zinxhiri, por që kërkon një përqasje të integruar, domethënë një përqasje që jo vetëm bashkia e qytetit, por edhe institucionet arsimore, institucionet shëndetësore, të gjithë së bashku të bëjnë punën e tyre me qëllim që të mos ndihmojnë thjesht fëmijët e integruar këtu, që kjo është një gjë shumë e mirë që po bëhet, po të ndihmojnë dhe familjet edhe nevojat bazë. Gjithashtu ne me rastin e përmbytjeve që ndodhin në Gjirokastër, këtë komunitet kemi ndihmuar edhe me ca paketa ushqimore. Domethënë po përpiqemi shumë që duke bashkëpunuar dhe me institucionet që të plotësojmë nevojat aq sa të jetë mundur për këtë komunitet. Shkollën së bashku dhe atë Andon Zako Çajupi këtë vit mësimor e frekuentojnë 25 fëmijë të këtij komuniteti. Një shpërthim e lëndë plasëse ka tronditur fshatin Berdenesh në Sarand në orët e para të mëngjesit të sotëm. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:00 kur një sasi eksplozivi është vendosur dhe aktivizuar në murin rrethues të banesës së shtetases së Ismailaj, e cila e ka konstatuar dëmin në mëngjes dhe menjëherë ka njoftuar policin. Fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar, por dëmet materiale janë të dukshme në pjesën e jashtme të banesës. Forcat policore ndodhen në vendngjarje dhe po kryejnë kqyrjen e zonës, mbledhjen e provave dhe intervistimin e banorëve përreth. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë rrethanave, ndërsa motivet e shpërthimit mbeten ende të paqarta. Sipas burimeve lokale, zona nuk ka pasur më parë episode të ngjashme, çka e bën ngjarjen edhe më shqetësuese për banorët e fshatit. Policia po jeton të gjitha pistat përfshirë konfliktet e mundshme personale apo tentativa për intimidim. Hetimet vijojnë ndërsa autoritetet pritet t'i japin më shumë detaje në orët në vijim. Pranvera ka rikthyer shpendër shtektar në luginën e Drinos në Gjirokastër, mes tyre edhe disa lloje të rralla dhe në rrezik zhdukjeje si lejleku dhe kali i qyqes. Ambientalistët apelojnë për mbrojtjen e tyre, ndërsa zona po kthehet në një atraksion për dashamirësit e natyrës dhe turistët. Në luginën e qetë të Drinos, pranvera nuk sjell vetëm ngjyrat e gjelbërimit, por edhe zërat e jetës që kthehet. Shpend të rrallë, mes tyre edhe lloje në rrezik zhdukje, kanë zgjedhur sërish Gjirokastrën për të ndërtuar folet e tyre. Mes tyre edhe lejleku i bardhë, simbol i kthimit dhe shpresës. Pjesë e shpendëve të rrallë të rikthyer është edhe një lloj i kalit të qyqes në rrezik zhdukje. Është një biodiversitet i madh, si nga pikpamja e florës, ashtu dhe nga pikpamja e faunës. Këtë biodiversitet e shton më tepër prania e shpendëve shtektar në këtë periudhë, i cili shton popullatën e këtyre shpendëve. Një shpend shumë i rrallë shtektar është edhe kali qyqes, i cili çdo periudhë vere vjen dhe folezon në qarkun ton, si edhe këtë vit, si çdo vit tjetër, është i pranishëm në 2 territorë në luginën e Drinos, një territor që është në bashkinë e Dropullit, për të cilën Bashkia Dropull kujdeset në mirëmbajtjen dhe ushqimin suplementar që plotëson çdo vit për mirëmbajtjen e këtij shpendi tepër të rrallë. Lejleku është një tjetër shpend i rrallë që ka folëzuar në luginën e Drinos. Ky lloj numëron më pak se 10 çifte në Shqipëri dhe listohet si lloj i rrezikuar në mënyrë kritike për zhdukje. Kemi 2 çifte të reja të ardhura, njëra është në te SMT-ja dhe një çift tjetër është në Jergusat. Lejleku nuk është specie në zhdukje, por është shpend tepër i rrallë dhe një zbukurim për Bashkinë Dropull, një vlerë e shtuar në biodiversitetin, në faunën e Bashkisë Dropull. Lejleku këto vitet e fundit është shumë i pranishëm në bashki, me sa duket kushtet klimatike e favorizojnë folezimin e tij në zonën e Dropullit dhe të Gjirokastrës. Gjatë muajit mars, 15 mars, 20 mars vjen mashkulli, i cili merret me merrimetimin dhe ndërtimin, rekonstruksionin e foles. Pastaj më vonë vjen edhe femrat që vazhdon folezimin për gjatë gjithë periudhës së verës për të lindur të
Pranvera u jep jetë shpendëve të qiellit, por mbrojtja e tyre është një përgjegjësi që na përket të gjithëve. Lejlekët dhe shpendët e rrallë nuk janë thjesht një bukuri natyrore, por një pasuri që po sfidohet çdo ditë nga ndërhyrjet njerëzore. Le ta ruajmë këtë pasuri dhe të mos bëhemi brezi që kujtoj bukurinë vetëm pasi ajo u zhduk. Duke pasur si mision kryesor mësimin e gjuhës, njohurive shkencore dhe kulturës, Departamenti i Gjuhës dhe Qytetërimit Grek në Universitetin e Gjirokastrës bën përpjekje të vazhdueshme për të ruajtur dhe promovuar trashëgimin, kujtesën dhe traditën e vendit tonë. Në këtë kuadër, organizoi aktivitetin kushtuar këngëve të mërgimit në zonën e Dropullit. Këngët e mërgimit në zonën e Dropullit ishin në qendër të eventit që u mbajt në fshatin Dervician. Ky aktivitet u organizua nga Departamenti i Gjuhës dhe Qytetërimit Grek në Universitetin e Gjirokastrës në bashkëpunim me shoqatën kulturore Dervi dhe Shkollën e Mesme të Bashkuar të Dervicianit. Ato erdhën përmes interpretimeve të rinjve duke u dhënë mundësinë të mësojnë rreth historisë së vendit të tyre dhe të ndjejnë vlerën dhe peshën e trashëgimisë së çmuar. Σήμερα κάναμε μια εκδήλωση. Sot zhvilluam këtë aktivitet për këngët e kurbetit. Në këtë mënyrë ruajmë traditat tona dhe mësojmë edhe ne më shumë për të shkuarën. Μαθαίνουμε κι εμείς περισσότερα. Ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Ishte një ditë e veçantë, ishte një kënaqësi e madhe të risillnim këngët që të parët tani kanë kënduar mërgimit. Και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε. Siç u shpreh edhe përgjegjësia e këtij departamenti, Kostan Doksera, ky organizim synoi jo vetëm ringjalljen e këngëve të mërgimit, por edhe respektimin dhe përcjelljen më tej të traditës së kësaj zone minoritare. Departamenti i Gjuhës dhe Tërësisë dhe Qytetërimit Grek në Universitetin e Gjirokastrës, në bashkëpunim me Shkollën e Bashkuar Dervician dhe shoqatën kulturore të Dervicianit Dervi, organizuam sot një aktivitet kushtuar mërgimit, këngët e mërgimit në zonën e Dropullit, ku kemi kombinuar vargjet e këngëve me muzikë, por edhe me interpretim teatri nga studentët e departamentit tonë dhe nga nxënësit e shkollës Dervician. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është që të ruhet tradita, të ruhen zakonet, këngët e mërgimit që përbëjnë një sektor shumë të rëndësishëm të kulturës të zonës të Dropullit, dhe në qoftë se nuk transmetohen tek brezi i ri, ato humbasin vit pas viti. Prandaj nëpërmjet aktivitetit i ringjallëm në një farë mënyre këto këngë dhe jemi të sigurt që brezi i ri i Dervicianit do të vazhdoj të këndoj, por edhe të respektoj kulturën dhe traditën e zonës. Aktualisht nga Departamenti i Gjuhës dhe Qytetërimit Grek në Universitetin e Qrem Çabej po punohet për hartimin e një botimi shkencor dedikuar pikërisht këngëve të kurbetit në zonën e Dropullit. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.